الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Vëllezër të nderuar, don Allahu subhanahu wa ta'ala që ta mbaron Ramazanin me ditën e Bajramit, që sezona e Ramazanit të mbaron me momentin e faljes së Bajramit, dhe e hap Allahu subhanahu wa ta'ala një sezon tjetër. Ajo fillon sezona Haxhit, shtilla e 5 e Islamit, dinit Allahut subhanahu wa ta'ala. Ata që agjëruan dhe bën namaznate, dhan sadaka, pastruan mallin, ata ta shpritin shpërblimin prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Sot ata janë të gëzuar, ata janë sot plot hare, ata janë plot mirësi, për shkak se kanë mbaruar një adhurim të madh që Allahu subhanahu wa ta'ala na ka porositur. Lusmi Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu t'i pranon sakrificën dhe veprat që kanë bërë besimtarët gjatë ditëve të Ramazanit. O vëllezër, o besimtar, ne në këtë ditë të Bajramit, në këtë hutbe të Bajramit, duhet t'i cekim disa gjëra, duhet t'i kujtojmë disa gjëra, se prej parave është që ne sot çka jemi në këtë xhami dhe besimtarët në rrullzin toksor, ku e falin Bajramin, ka prej dashamirëve të cilët nuk janë sot në safet e besimtarve. Ti duhet ta falendrojsh Allahun subhanahu wa ta'ala, që Allahu ta ka zgat ymrin ti që të jesh dhe ta falish Bajramin, dhe ta mbarojsh muajin e Ramazanit, kurse prej dashamirëve, prej prindve, vëllezrive, fëmijëve janë që kanë shku te Allahu subhanahu wa ta'ala. Ata sot nuk janë në mesin ton, ata sot janë në varr, ata lakmojnë që të jenë edhe në një ditë në dunja që të shtojnë dhe të marrën vepra të mira, por ne nuk thojmë asgjë tjetër. O Allah, mëshiroj dhe fali të vdekurit musliman. O Zot, mëshiroj ata dhe ndryshoja varrin. Prej gjërave që duhet besimtari të kujton sot në këtë ditë, se Allahu subhanahu wa ta'ala të ka dhënë një shëndet, të ka dhënë një forcë, ta ka mundësuar që të dalish ta falish namazin e Bajramit me vëllezrit tuaj dhe dashamirët tuaj. Sot të festojsh kena prej besimtarve, prej muslimanve, që edhe ata sot kanë pas qejf të jenë në musalla, të jenë në përxhamia, që edhe ata të bajnë Bajram, por ata i ka penguar sëmundja, ata janë ndoshta të shtrirë në për spitale, dikush me vite, dikush me muj, e dikush me javë, e kështu që ata nuk kanë pas mundësi që të prezentojnë që ata ta shijojnë këtë gëzim. Për këtë arsye, ne thojmë për vëllezërit tanë, të cilët janë të smur në për spitale, në për shtëpijat, o Allah, shëroj të smurit e muslimanve, se ti je shërues dhe letoja dhimbtat atyre që kanë dhimbta, që as barnat e as gjo nuk ju sjellin dobi, përveç se ata pritin mëshirën tënde. Prej gjërave që duhet të kujtojmë ne sot është vizita e farefisit dhe dashamirëve. Çështja e vizita ka një shpërblim të madh në dinin e Allahut subhanahu wa ta'ala, e cila me të madhe është dukur. Kemi haruar farefisin, kemi haruar dashamirët,
kemi harruar të vizitojmë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ja pra sot është një ditë e gëzimit, është një ditë hare, sot është një gëzim i madh që Allahu subhanahu wa taala na ka mundsuar ta mbarojmë edhe këtë shtjell të Islamit, agjërimin. O vëllezër, vizita për hir të Allahut subhanahu wa taala, për shkak kozë ta kemi parasysh, është që shkak që të don Allahu subhanahu wa taala. Me vizitu dikon për hir të Allahut subhanahu wa taala, hinë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Me vizitu dikan për hir të Allahut, shtohet dashuria mes teje dhe atij që e viziton. Imam Baghawiu na e përcjell nga Imam Hasan al-Basriu thot se Imam Hasan al-Basriu ka thonë, shtojni shokët besimtar, bëjni shok musliman besimtar, sa të mujni, se ata do të jem dërmjetësues ditën e kiametit. Imam Nawawiu rahimahullah tregon Allahu në Riyadus Salihin që ka ardhur hadithi që transmeton Imam Muslimi nga Enesi radhiyallahu anhu se pas vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wassalam, Abu Bakri radhiyallahu anhu i thot shokut të tij të ngushtë, Omar al-Faruqit radhiyallahu anhu, thot ja Omar, eja të shkojmë në vizitë. Ku po shkojmë ja khalifet e Rasulillah? Ku po shkojmë o khalife Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Eja tha, do shkojna, do ta vizitojmë Ayman, nonën e Imenit. Pse ja Abu Bakr? Tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vizitoi ka atë. Dhe shkuan di khalifet Abu Bakr dhe Omeri radhiyallahu anhuma, kur e pa Ayman, filloi të qaje. Filloi të qaje si pa dy shokët e afërt të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. U gëzuar shumë që i pa ata, dhe ata i thanë, pse po qanë? Ja Ayman, çka është problemi? Çka ke ti? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka gjetë Allahu më mirë se sa këtu në këtë dunja. Thot, ju thot Ayman, nuk po qaj. Nuk po qaj, thot, se ka shku të Allahu, se e di që të Allahu ka më mirë, por qaj, thot, se wahji më nuk zbret. Gjibrili nuk zbret më wahji, për këtë arsye qaj. Shiko, shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më të dashurit, dy sahabët të mëdhej, dy të përgëzuar me xhennet, kanë shku të vizitojnë kanë një Ayman, nonën e Imenit, për shkak se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ka vizituar. Një pyetje, a i vizitojmë dashamirët e prindve tonë? A i kemi vizituar dashamirët që i kanë dash prindrit tonë apo dëvëllezrit tonë të cilët kanë shku në ahirat? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka vizituar dashamirët pas vdekjes së Khadijës radhiyallahu anha. E ka ditë se kanë e ka vizituar Khadija dhe ka shku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ka vizituar pas vdekjes së Khadijës radhiyallahu anha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka ardhur hadithi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu në Sahih Muslim, se një njeri ka nisë për ziaret me një fshat, me një vend, që të viziton një vëlla. Allahu subhanahu wa taala e çon një melak, në melaqe në formë të njeriut, gjatë rrugës së tij, dhe takon këtë person që ka dalë për hir të Allahut subhanahu wa taala ta viziton vëllaun e tij, dhe i thot, gjatë rrugës thot, ka jenis? Thot, filan vendi. Pse jenis? Thot, vallahi për hir të Allahut. Na interes? Jo vallahi. Diçka pret ma vonë? Thot, jo vallahi. Na strategji afatgjate? Thot, jo vallahi. Por çka të ka qitë? Thot, vetëm me kënaq Allahun. Allahu akbar. Ziarat vetëm me kënaq Allahun. Pastaj i tregon sekretin ki person që takon në rrugë në udhtim, thot, unë jam një melaqe prej melaqeve të Allahut, më ka dërguar Allahu subhanahu wa ta'ala me treguar ti se ti të don Allahu subhanahu wa ta'ala, të don si e don ti vllavin tanë, për këtë sot vizitat të bon për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, që të arrim neje kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prej gjërave që duhet në ti kujtojmë, është se Allahu subhanahu wa ta'ala ta ka mundsuar ti të agjërosh. Ta ka mundsuar ti të falish taravi. Ta ka mundsuar me dhënë zeqat dhe sadaka. Me bo dua. Me plotsu agjërimin. Sotje në ditën e festën e Bajramit. A dini se kemi ne vëllezër
të cilës kanë agjëru? A dini ju dikant? A dini se kemi vlezër të cilës se kanë falë namazin? A dini se kemi vlezër të cilës kanë ardhur taravijas një natë? A dini se kemi vlezër që si intereson për zekatin? A ata e kanë privuar veten e tyre. Ata kanë dështuar. Ata kanë humbur. Ata s'në kanë fituar sikur ti. A unë dhe ti kemi përgjegjësi për Allah subhanahu wa taala. Sa herë kemi thirrë me ardhë në taravi? Sa herë kemi thirrë dhe kemi bë davet për me agjëru? Sa herë kemi kujtuar Allahun subhanahu wa taala? Sa herë kemi thirrë për një kafe dhe mi bë davet? Me ja kujtuar Allahun subhanahu wa taala? A dhe ata janë vëllezërit tonë, por ne duhet kena dert për ta. Duhet të thëmë, o Zot, udhëzoj ata. O Zot, orientoj në rrugë të drejtë. O Allah, nxjerri nga hutia që janë. Qelja sytë e ballit dhe të zamrës, ta shonë realitetin. Edhe ata sikur ta din knatësinë që e nim neje në adhurim në namaz të natës, edhe në vepra të mira, edhe në momenti kur e nxjerr zekatin, kënaqet shpirti dhe shef fytyrën e besimtarit që gëzohet kur t'ia dorëzoj zekatin, ata me e ditë çfarë kënaqësie kemi ne, ato do t'i kishim safin e parë. Por ata për fat të keq që se kanë shijuar këtë kënaqësi. Për fat të keq se kanë shijuar këtë lumturi. Se lefi ka thonë me e ditë çfarë kënaqësie ne kena në adhurim, mbretërit do të na e mirshin këtë lumturi me shpata. Edhe na mos t'i harrojmë ato, t'ju bëjmë davet. Të thirrmi në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, t'ia kujtojmë Allahun subhanahu wa taala, shok i gjunaheve dhe mëkateve, ata janë privuar prej lumturisë në ditën e sodit, e mos flasna për në ahiret. Do të kujtojmë edhe një gjë se prej sot shejtanët janë liru. Shejtanët e mëdhoj, ato bosat, ata sot ju kanë hek prangat. Ata dëshirojnë ta kompenzojnë atë 30 ditë të cilët janë konë në arrest. Ata të cilët janë konë në burg. Ata të cilët ju ka dështu plani i tyre 30 ditë. Ata tash duhet ta kompenzojnë. Për këtë arsye mos harro se Allah subhanahu wa taala thot inna shaytana lakum adu fattakhidhu aduwa. Shejtani me të vërtetë është armiku juaj, mirënja ju për armik. Mos harro se Allah subhanahu wa taala thot wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin yahdurun. Min hamazati shayatin. O Zot, kërkoj mbrojtjen tënde prej citjeve të shejtanit. Wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Dhe kërkoj mbrojtjen tënde, o Allah, o Zot jam, prej prezencës të shejtanit, afërsisë shejtanit që vjen gat. Kështu që besimtari duhet ta kujton se armiku sot është aktivizuar. Ai don të ta prishë më një herë atë adhurim, atë ibadet që e ke bën 30 ditë. Po ashtu duhet ta kujtojmë se dita e Bajramit, kallaballëkin që e shohim sot në përgjithë xhamiat, në përgjithë rrugët, në vendet publike, në musalla që u ka falë në për shtete tjera, kjo na kujton ditën e kallaballëkit, ditën e kiametit, ditën kur do dalmi para Allahut subhanahu wa taala. Atë ditë kur do shohim këtë njerëzit kanë para Allahut subhanahu wa taala. Atë ditë kur do dalën kom zbathur. Atë ditë kur do dalën lakuriç. Atë ditë syt kur do të hapen. Atë ditë kur peshorja do të vinje. Atë ditë kur do të shpërndahen dhe do të vijen prezant divanet, regjistrat, të cilët na janë regjistruar veprat tona. Atë ditë ku Allah subhanahu wa taala e përshkruan: "Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani li kulli imrin minhum yawma idhin sha'nu yughni." Atë ditë thot kur njeriu do hike prej vllajt të vet. Gruaja do hike prej burrit të saj. Fëmia, baba, nana do hikin prej vlladit të vet, sicilit atë ditë intereson vetja e tij si ta shpëton. E lusmi Allah subhanahu wa taala që Allahu të na lidhë zemrat tona për adhurim, të na lidhë zemrat tona për xhami. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allahu të na i kish pranuar veprat, sakrificën gjatë muajit Ramazanit. Lusë Allah subhanahu wa taala që Allah të na ruaj prej sherrit të shejtanit dhe prej sherrit të insanit. Lusë Allah subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon gjithëve në xhenetul firdaus. Për hajër ju koft fitër Bajrami, mua ma bëni halal, Allahu ju nderoft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.